Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, me të vërtet, me bindje të thellë besojmë se Islami është fe e zgjedhur e Zotit të Madhërisëm, përmes së cilës ka komunikuar me njerëzimin dhe përmes së cilës njeriu e njeh Zotin e Madhërisëm, e kupton jetën dhe i mëson qëllimet finale të jetës. Feja është mësimi më i duhur i jetës dhe jo vetëm kaq. Ajo përmban udhëzime, përgëzime, paralajmërime, ligje e rregulla që ja caktojnë njeriu të rrugën për te Zoti i Madhërisëm dhe i ndihmojnë njeriu me kuptu të vërtetën dhe me rrugtu lirshëm për në botën e përjetshme. Të ndershëm vëllezër besimtar, duke pas parasysh, në fakt duke pas parasysh dukuritë dëmshme, të rrezikshme, të cilat janë përhapur në shoqërinë tonë dhe po e kërcënojnë familjen, shoqërinë, dhe në anën tjetër duke pas parasysh përgjegjësinë që kemi në radhë parë si njerëz e pastaj si besimtar, sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do të hapim një temë ku do të diskutojmë lidhje me atë se si ta refuzojmë të keqen, pse duhet ta refuzojmë të keqen, çka nëse heshmi përballë të keqes e kështu me radhë. Të ndershëm vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se anija më e sigurt me të cilën ecë shoqëria në këtë dunja është parimi me refuzu të keqen. Kemi thënë shumë herë, e keqja nuk është e fortë, por heshtja e bën të fortë të keqen, e ushqen të keqen. E keqja fillon të ushqehet kur e mira hesht, e pastaj ajo merr për masa të mëdha, shkatron individ, familje dhe shoqëri të tërë. Të ndershëm vëllezër besimtar, nëse analizojmë me vëmendje rrethonat në për të cilat kalon njerëzimi në përgjithësi dhe shoqërinë tonë ku jemi këtu në këtë vendin tonë në veçanti, vim në përfundim se asgjë s'është e rastishme, edhe kjo situatë që në gjendemi ne si popull nuk është e rastishme. Dikush e ka dorëzuar emanetin, dikush e ka lëshu detyrën, dikush ka hesht qëllimisht përballë të keqes, dikush e ka ushqy të keqen, dikush ka kalkulu për interesat të vogla të xhepit vet dhe e ka mposht të vërtetën. Dhe pastaj e pavërteta është bë e fuqishme, është bë kancer me cilën rrezikohen shoqëritë në jetën e bote. Të ndershëm vëllezër, krimi është krim pavarësisht standardin e jetës. Amoraliteti është amoralitet pavarësisht standardin e jetës. Këto rregulla kanë ekzistuar më herët. Edhe kanë më ekzistuar derisa të shkjo botë gjallë. Askush s'ka mundësi me justifiku krimin. Askush s'ka mundësi me justifiku amoralitetin. Sa do që ti ngjis me emna e nocionet leta moralitetit, jo demokraci, jo vendos vetë njeriu, jo kjo është zgjedhja jeme, jo lloj shprehje të ndryshme, ajo është amoralitet për cilën Allahu xhalla wala ka folë në Kur'an dhe i ka akuzuar ata të cilët mirën me këtë punë. Pavarësisht ku jeton dhe çfarë forme jeton. Droga, narkomania, alkoholi, punë të këqija, të gjitha këto janë të këqija, pavarësisht çfarë kohë jeton dhe çfarë standardi të jetës jeton. Mos mendon se ki me gjetë justifikim nesër, as para njerëz, as para Zotit, nëse mendon se po jeton me një kohë dhe amoraliteti po bëj ka çështje normale, vrasja, krimi po bëj ka çështje normale, vjedhja çështje normale, kështu më radh. Jo. Kudo që të jetojsh, këto janë tilla. Kjo është një dhe zezë. Në fletorën e historisë tonë dhe temën për cilën e ditë, kena më dhënë llogari për Allahu xhallahu ala. Mos u mashtro. Mos mendo se kanë me marrë përsi për fatin tënd dikush tjetër.
dhe mos hesht për balë keqës. Sepse nuk ka turp më të madh për një besimtar se sa me pat keqën e vet, keqën e familjes dhe me hesht. Nuk ka detyrë, nuk ka turp më të madh për një prind se sa me i pa gjërat e këqija në fëmijët e vet. E ai me hesht për balë këqijave. Dhe nuk ka turp më të madh për një mësues me pa punë të këqija në klasë, ai me hesht për balë nxënësa. Edhe vallahi s'ka turp më të madh për një hoç i cili e ban bisu për emanetin Allahut Azza wa Jall, me pa gjërat të turpshme dhe ai me hesht dhe me bë koalicion dhe me bë marrëveshje me xhamatin. S'ka turp më të madh. Na ndryshe se shes me fejen, që shdu nëse heshtmi. Mësuesi në shkollë nuk mund me shit emanetin ndryshe, vetëm nëse ka hesht për balë keqës dhe ka kriju brezat pa ndërgjetshëm. Dhe gjykatësi atje s'mund me shit ndryshe emanetin, vetëm nëse ka shtrembu drejtësinë. Ka hesht për balë keqës. Pra ne nuk du të heshmi për balë keqës. Zoti Madhrishëm po thot në Kur'an: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Thot janë shfaq të këqijat në tokë dhe në detra për shkak të dorës së njeriut. Pra njeriu është ai i cili krijon amulli në jetën e vet, e ngarkon jetën e vet me gjëra të cilat si takon jetës. Rinia e ndershme, vëllezër të nderuar, prindë të nderuar. A keni pa ju ndonjëherë në një person i cili e ka përdor drogën dhe është në shtratë të vdekjes? A keni pa ndonjëherë njëri tillë? Trishtohesh për gjendjes tij. Ai në vend që me vazhdu jetën i ndershëm si fëmijë, me pas ëndra të mira për jetën, heshtja prindit në rrugën e tij, ai e ka provu të keqën dhe ka pi helmin e vdekjes në jetën e botit. Helmin e turpit dhe shkon te Zoti i Madhreshëm me përgjegjësi të madhe. E dini o prind të ndershëm se sa fëmijë kemi sot rrugëve që përdorin drogën. E dini o prind të ndershëm se sa fëmijë kemi sot rrugëve që provojnë moralitetin. Mos flasni për duhan e për alkohol. Çka kemi thonë Allahut nëse ku ti në varr kur të pyet ku është marrëdhënia? Ku është? A nuk e di se Rabbul Alemini për shtatë i qiell ka thonë: "O ju njerëz, rune veten, familjen tuaj dhe fëmijët e juve për e devimit së botës dhe dëshkimit botës tjetër." Qysh kemi ardhur në këtë gjendje kështu? Çfarë na duhet namazi? Çfarë roli ka namazi nëse ti si prind nuk reagon për balë keqës? E dini që namazi duhet më ta ngrit dozën e reagimit për balë keqës, jo më të bë me hesht për balë keqës. Qysh është e mundshme me gjetë namazli, 5 kohë namaz i fal, edhe kalon pranë këshijave sikurse me kalu pranë varrezave njerëz vdekur. Si ban përshtypje keq ai. E pastaj kur ndodh ajo, vajtojnë. Nuk kanë, pse duhet me vajtuna? Pse s'duhet me parandalu me herët? Po me prit me ndodh dhe pastaj me vajtu. Pse? Por detyra është e jone në përgjithësi. Është detyrë e jone në përgjithësi. Si prindra të parë, si njerëz, pastaj si besimtar. Të ndershëm vëllezër, është transmetuar një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe transmeton njëri prej shokëve të pejgamberit. Thotë në ditë prej ditëve ishte pejgamberi sa në mimber, sikurse sot unë, dhe shumë xhallar të tjerë të nderuar. Thotë ngritet njëri dhe pyetet: "Ja Rasulullah, i mëllefosur, s'u ne kontrollon veten, sprit derisa imami ta përfundon hutbën, pa i pyet: Ja Rasulullah, thotë, cili është njeriu i mirë në këtë dunjë?" Dhe thonë dëshmitarët, Rasulullah i tha: njeriu më i mirë në këtë dunjë është ai i cili është i dijshëm, i lexueshëm, ai i cili ka frikë Allahut Azza wa Jall, ai i cili e përkrah të mirën, ai i cili është i ashpër për balë të keqës,
dhe ai cili ruan familjen dhe shoqërinë ku jeton. Që kjo është njëri mirë, besimtar i mirë. Jashtë kësaj s'ka përkufizim. Dhe nuk peshon asgjë jetë, as kujt nesër në ahiret, nëse si ka këtë parime. Ku kemi ardhur, çfarë gjendje kemi ardhur? Krijohet përshtypja e eminet xhamisë o vëllezër. A jemi në xhumas? A jemi në ato që i përgjigjemi thirrjes Allahu xhallahu ala 5 herë në ditë? A e din çka do të thonë me moral? Dhe di që do të thonë me rujt familjen prej krimeve të ndryshme se bote. Detyrë më e shenjtë pas besimit në Zotin një. E pse e shumë detyrën as si musliman pra? Për çka? Pse e lam detyrën? Pra vëllezër të ndershëm, une ma letë e kam me folë gjana tjera këtë në hutbe, edhe mu datë knashtë edhe ju edhe unë, me mashtru vete, se kam letë mu përbal me poplin, por unë për e krye maneti që Allah më ka ngarku. E në ditë Allah ka më pytë, je ullë në ullë se ku ullë për nga meri, si imam, pse si këtonë për tete? Vallahi s'na bajnë punë të gjematin dërshëm. S'na bajnë punë. E janë të këshymi vetën se cili në pashyret familjes tonë, e pasaj dalmi në rreth dhe dalmi qëshëri, se s'na bajnë punë. Kur ke një bretin poplin tonë, me rej nanën, kur i ke në dëgjuti, këtë pëtaki. Po ti kur që ditë është pejti lajmit, mësu që ditë, veç pëtë ku ka rrugat e këtu. Qysh ka ardhe këtu? Ka rrugat dhe këtu sepse a i ka hesht për balë keqës. Edhe e keqë ka bo model. Dhe pasaj pasuaj të ndoja. Shifni qëfar vlezët të ndershëm. Nuk mjafton me kana besimtarët të në gjami ose në rreth në ngusht familjes. E di pse s'mjafton veç kjo. Se na kena me dalë në shoqni. Nëse ne nuk e përmisojmë shoqërinë, ku ki me gëzu pasurinë që e ki? Ti ki me dalë për jaburit shpis. Nëse ne nuk kujdesmi me kriju një shoqëri të ndershme, fëmija ytë me ka ku mu shoqëru nesër? Me ka? Pra s'mjafton që ti vetëm shpitane me mirë, por do të mu kujdes për shoqërinë tonë, vlesër, për vendi ku jemi. Unë e kam një bindit thellë në Allah në Zogjel, që kena me gjetë rrugën e duhur, por së në kena me rikëthy viktimat e jetës. Se kjo avaz, këto rimar i degenerimit, e ka një tavan. Ma në men. Por së në kena me rikëthy viktimat. Se një ditë në mera për toke, mu shmen po këmë po vanë. Apo nëshe nuk shkon gjithë poshtë. Pra gjana cilat si mana stoka, i bojmë popli jo, ne i bojmë bezë. Atëre nëse ti këtë fejë që i beson, këti dini, këti emaneti, këti Allah, nuk e artikulon familjen, shoqëria, atëre pse i mos i man pra? Pse? Wallahi tjertë s'kanë problem me neve, por dhe nësa i në gjami. Atë kanë problem kur dormi për gjamiz me rregullu shoqërinë. Se sa imi në gjami të falmi, a disha thujnë, edhe 20 vakte falmi, nuk ujë si për në falmi. Sa 20 vakte, bajtë të qështu. Ama kur delti në rrugë dhe s'pajton me të keqën, që atëheri pengon atina. Sa i ty do më të pas viktim të jetës. Dhe me lujt me punë që s'lujt. Pra vëllezër të ndershëm mëne, si teme hapa për me diskutu me emrin Allah të Zogjel gjumave të arshme, në formë të shqetësimit. Ne do të reagojmë me mençuri. Ne do të bëjmë punën tonë si cili në potencialin që e ka, se cili në kapacitetin që e ka, se cili në mundësin që e ka, se cili në detyrën që e ka, që ta ruajmë rinin për devimit, sepse ne që jemi në xhami sot, kur ta mrimi pleçnin në dorë që atyne që kemi të sakaqeve sot kina me kona. Veç imagjinua vëllezër, që ki brez që jemi në xhamina sot, fati jonë mas 20 vite, ka mund varë në durë të atyre që kemi në rrugëve sot. E pasaj kemi pasë që gjenë fundi. Pra do të reagojmë vëllezër për të mirë, për interes të familjes, shoqërisë, këtij vendi që kemi emanet,
të mos heshmi për balë të keqës, kushdo që t'jetë, sepse askujt se kemi bërë të keqën, dhe mbi gjitha nuk kemi asnjë justifikim as këtë botë as botën tjetër që të heshmi për balë të këqija. Këtu pe përfundoj për shkak kohës, me lejen e Allahut Azza wa Jall, me vazhduar xhuman e ardhshme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.